kemi një të ftuar shumë të dashur për publikun shqiptar, aktorin, komedianin dhe njeriun që na bën të sheshim gjithmonë. Por sot do na bëjnë dhe të mendoj. Florian Binaj është këtu për të folur për një nga temat më serioze të momentit. Pensioni privat, a ja vlen? A duhet mendojmë që tani? Le ta zbulojmë së bashku. Florian, mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Po filloj me një pyetje shumë klishe. Çfarë është pensioni privat si Galunika? A e di se si funksionon? Është, besoj unë në këto kohë, mundësia më e mirë për të gjithë ne brezin tonë, moshën e re, e cila në farë mënyrë qoftë vetë punësuar, qoftë ata që janë punësuar, paguajnë ato sigurimet shoqërore. Në këtë mënyrë po mbajmë me pension ata që janë pensionistë tash dhe me shpresën e madhe që në të ardhmen, kur dalin dhe lënë pension, të kemi dhe pensionin tonë. Por koha po tregon fatkeqësisht që këto skema nuk po ja dalin dot të mbajnë ata që janë pensionistë tash dhe ka shumë dilema nëse kur dalin në pension do marrim dot pension. Nuk është çuditshme që edhe t'la thonë na e bëni Allah, nuk ka lek për ju. Kështu që fondi privat i pensionit është një zgjidhje jashtëzakonisht shumë e mirë, sepse ti e siguron vetvetiu këtë gjë, pra nuk ja lën dorë shtetit që me politikat që ndryshojnë çdo 4 vjet, çdo 8 vjet, çdo 12 vjet në mënyrë të pallogaritshme, se si do jetë ardhmja jote kur ti dalësh pension. Dhe ndryshe nga pensioni shtetëror, që ti nëse larg qoftë humbet jetën, familjarët e tu nuk marrin asgjë, me pensionin privat është e mirë sepse ai investim që ti ke bërë në shumë vite ty të rikthehet pas. Kështu që ky është një plus shumë i madh. Është e vërtetë. Grup mosha, sidomos mosha ime 20 deri 25 vjeç, thonë që pse duhet ta bëj tani pensionin privat? Pse është domosdoshme që ta kryesh tani pensionin privat? Po, ja, dëgjon në grup moshën 35-40, pse duhet ta bësh pensionin privat. Unë personalisht vi nga një periudhë ku kaluam nga një lloj informaliteti total në një lloj ligjërimi të çdo pune që bëj. Dhe çdo ligjërim pune pastaj u bë që të paguash siguracionin në bazë të asaj që ti jep si kontribut në punë në shoqëri. Dhe ata që janë më të mëdhenj se ne, që janë ekonomistë shumë zotët, po e thonë që rrezikon jo vetëm Shqipëria, por edhe shumë vende të tjera rrezikojnë që të kemi krizën në të ardhmen ku ata që kanë dhënë kontribut 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, të dalin në pension dhe mos përfitojnë asgjë. Shteti do ngrënë supet, shoqëria do ngrënë supet, dhe ti vetë do ngrësh supet. Kështu që mundësia më e mirë është që ti ta vetë financosh pensionin tënd, dhe është mënyra më e sigurt, më drejt për drejt, edhe më frymëdhënëse. Flor, ti vetë ke hapur një llogari në pensionin privat si Galunika? Unë kam hapur një llogari dhe ishte shumë e thjeshtë. Sot fal teknologjisë çdo gjë është e thjeshtë. Aplikova tek aplikacioni juaj dhe më pas më kontaktuan këshilltarët tuaj, të cilët më rekomanduan të gjitha udhëzimet që duhet bëj hap pas hapi për ta nisur këtë procedurë, e cila është jo vetëm favorit ti, por favorit e kujdo që e bën këtë aplikim të pension privat. Po si zgjodhe kompaninë e pensionit privat si Galunika? Ishte diçka që mendove gjatë, ta sugjeroi dikush? Me thënë drejtën, mes mish, duke folur, duke pyetur lart e poshtë, shumica e miqve të rrethit tim shoqëror këshilluan për si Galin, dhe mbasi erdha dolëm dhe të njohur me miq të tjerë brenda si Galit që na e bën edhe më të lehtë, edhe kjo ishte pak a shumë, kështu që normalisht me shoqëri, siç funksionon çdo gjë në Shqipëri, por që gjetëm miq edhe jashtë edhe brenda. E vërtet, fondi Sigal ka 90 vite në treg, bën pjesë tek Sigal Grupi, e cila ka 26 vite në treg. Dhe mund ta themi me plot gojë që jemi lider në tregun e pensioneve dhe sigurimeve. Po 26 vite si pak. Po si ndihesh, Flor, duke ditur që ke një pension Sigal? A mendon se do bësh një pensionist modern? Unë mendoj që do punoj derisa të ke fuqi. Dhe duke punuar sa të ke fuqi, normalisht do grumbulloj edhe më shumë për veten dhe për familjen. Dhe nuk e di se çfarë emri do quhet në të ardhmen kjo që unë dhe shumë të ri po bëjmë tani me pensionet private, por besoj se vendimmarrësit e dur ndoshta do ishte një emër, sepse mendoj që e ardhmja është sa më e lehtë nga ana teknologjike, aq edhe më personale, pra që do të thotë
që zgjedhjet duhen marrë personale dhe jo të presim që zgjedhjet për të mirën tonë t'i marrin të tjerët. Kështu që fal teknologjisë dhe fal edhe sigalit të kompanive që e mundësojnë këtë pensionin privat, është mundësia më e mirë që le ta kemi vetë në dorë të ardhmen tonë dhe jo t'ia lëmë fatit. A ke investuar te familja dhe te prindrit e tu për pensionin privat? Prindrit e mi kanë dalë në pension para se unë të filloj të investoj për pensionin privat, por unë jam i pari në familjen time, vllai gjithashtu, edhe së shpejti dhe motra, e cila jeton jashtë, por që ka një gjëra tjera, shteti ka ligje tjera, kushte tjera, kështu që le të dy jemi për momentin, edhe së shpejti edhe bashkëshortja, po përveç kësaj kemi edhe siguracione tjera që e bëjnë jetën, si thua, tjetë më i qetë që të përqendrohemi edhe në qëllimet e tjera që ka jeta, siç është siguracioni pronës dhe siguracioni shëndetësor. Pse mendon që njerëzit hezitojnë ta bëjnë investimin në pensionin privat? Çfarë humbasin në fund fundit? Sepse në këtë vend të vogël ka më shumë të vërteta se ç'duhet. Që do të thotë, qofse një e vërtet është ajo që i bën mirë gjithë shoqërisë, që të hanë bukë të gjithë, krijohen dhe qindra të vërteta të tjera, dhe njerëzit hutohen sipas cilës vërtet shkojnë, ndërkohë që e vërteta është vetëm një. Dhe që nuk e them vetëm unë, por e thon specialistë nga gjithë bota, ekonomistë nga gjithë bota, që kjo është skema më e mirë për të ardhmen. Dhe në këtë kuptim, njerëzit humbasin kohë, humbasin para, humbasin vëmendje, humbasin shumë gjëra, duke u sorrollatur për gjetur një të vërtetë që i shkon paga shumë hambullësisë tyre. Është si të shkosh të gjurmosh doktorin që do të thotë atë që ke ti në kokë. Por nuk ka nevojë, mjafton të gjesh një doktor të mirë dhe do të thotë ai diçka që ndoshta zot pëlqej, por që është e vërteta e cila duhet zgjedhur. Pra thjesht bëhet se nuk e çfarë mbet. Asgjë nuk është e humbur në këtë pjesë. Cila është shtysa më e madhe që ti mendove që unë tani duhet të kem një fond privat të pensionit? Shtysa më e madhe përveç politikave të paqarta shoqërore për sa i përket pensioneve, si do financohen, si s'do financohen, nga do vinë, nga do i gjejnë, ja si gjetëm çfarë do bëjmë, është fakti që unë kam filluar të punoj për shkak të kushteve të jetës që i vogël. Dhe kam punuar aq shumë mjaftueshëm sa që jam një, unë them në anglisht workaholic, pra që punoj shumë, nuk rrit dot, edhe kur shkoj në pushime, një ditë të ripushim, pastaj do të gjej diçka me cilën të merrem. Dhe lisur nga kjo, më lind shpesh herë pyetja brenda vetes, larg qoftë, sepse ne nuk e dim, nuk e kemi lënë dorë, as kur vim të jetë, as kur ikim nga jeta. Do diçka dhe mbas 40 vitesh punë, unë largohem nga kjo botë. Çfarë përfitova unë? Çfarë përfitoi familja me ligjet që kemi ne tani në Republikën e Shqipërisë? As familja ime, as unë nuk marr mbrapsht asgjë nga gjithë ky investim 40 vjeçar. Po themi. Ndërsa me pensionin privat, gjithë ky investim, gjithë ky mund kthehet mbrapsht dhe e gëzofshin bashkë me familjen. Kështu që kjo është shtysa më e madhe që cili do prej lesh duhet të ndaloj një sekondë, të reflektojë dhe të thotë, a ja vlen që ta bëjmë të gjë, sepse në pension mund të jetosh 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, askush se di. Ndërsa me pensionin privat, ti ke mundësinë që të gjithë të kontribut ta kesh për veten tënde. Pra asnjë gjë nuk shkon dëm. Flor, e dim që je shofer i kujdesshëm, por aksidentet vogla na ndodhin gjithëve. Si e ke bërë sigurimin tënd kasko? Radh parë herë unë dua të vër një tabelë ke makinën ime, kujdes shoferi i vjetër. Sepse shohim vetëm kujdes shoferi i ri. Në 21 vite, 22 vite që jam si shofer, pastaj nuk i kam rënë askujt, po më ka rënë gjithë. Dhe kur mora makinën e fundit, mendova që është një investim goxha i madh, i cili duhet mbrojtur, për të cilin nuk ja vlen të harxhohet po aq vite sa ç'më është dashur për ta bler makinën, të punoj prapë për të siguruar nëse larg qoftë ndodh një incident ose aksident. Kështu që erdha tek ju, edhe mora një siguracion kasko, në mënyrë që dhe gjungël ta bëj të qetë, po edhe rrugën ta bëj të qetë me makinë. Do më thuash diçka tani, po s'do ja tregoj njeriu. Do ta them se tregoj. Të kushtoi shumë sigurimi kasko? Me thënë drejtën, po të bësh një përllogaritje
në bazë të gjithë vitit, pra po ta pistosh me 365 ditë, nuk është asnjë gjë. Në krahasim me qetësinë që t'jep, edhe me sigurinë për të ecur në përditshmërinë tënde. Se po ta llogarisësh ai stresi i madh që op më gërvishi, op ma dëmtoi, op ma bër, kushton më shumë nga ana shëndetësore se sa pjesa ku ti je i qetë psikologjikisht për të vazhduar ditën tënde. Sepse i bie që kur je në punë ke mendje ke makina, kur je në makinë ke mendje ke puna, kur je në shtëpi ke mendje prapë ke makina, ndërkohë që i ndan këto gjëra në jetën tënde dhe vazhdon të fokusohesh aty ku duhet. Po për shtëpinë ke menduar të njëjtin gjë? A i ke siguruar? Edhe për shtëpinë kam menduar sepse edhe këtu dua t'i them të gjithëve që ta mendojnë këtë gjë, edhe pse mund të kenë apartament të vjetër, vitet nuk janë më të njëjta. Qofse kanë dashur 20 vjet për të blerë një shtëpi, nuk janë më aq vjeç sa që ishin kur filluan të investonin për të blerë një shtëpi. Fuqia bie, kështu që një mënyrë për ta mbrojtur atë pronë që ke është sigurimi i pronës së shtëpisë. Dhe me një sigurim të thjesht normal, i ftoj të gjithë ta bëjnë këtë lloj eksperimenti, ta përpjestojnë me aq ditë vitit sa ka. I bie pothuajse gjys kafe si kosto në ditë. Qofse shtëpia juaj merr flak, ju me gjys kafe keni mundësi ta mbuloni gjithë dëmin. Qofse shtëpia ju përmbytet me gjys kafe, ju e riktheni siç. Qofse larg qof nga tërmeti dëmtohet, me gjys kafe ju prapë keni siç e kishit. Pra në këto kohë kaq stresuese është shumë e rëndësishme të gjesh mekanizma që ti të jesh i qetë, të jesh i fokusuar për të bërë punën që ke për të bërë. Pra është një garanci që nuk mbetesh në qiell të hapur nëse ndodh një rast fatkeqësie. Pikërisht, dhe koha ka treguar, sidomos në qytetin e Tiranës, me disa incidente që kemi parë, që në pallate një pjesë ishte pasiguruar, një pjesë ishte siguruar, dhe ndërkohë që ajo pjesa pasiguruar ngrilte supet, shifte lart nga çfarë do bëjmë tash, si ne fillojmë nga zero, pjesa që ishte siguruar ishte tërësisht e qetë. Flor, kemi folur për pensionin, folëm për makinën, folëm për gjitha. Po s'kemi folur për më të rëndësishmen, për shëndetin. Po. A i ke bërë sigurimin e shëndetit? Është gabimi më i madh që të bësh siguracion shtëpie, të bësh siguracion makina, të mos bësh siguracion shëndeti. Se kush jeton te këto treja? Kush jeton ke shtëpia? Kush jeton ke makina? Kush po punon për pensionin? Është individi. Po. Dhe nuk ka kuptim që mos bësh edhe siguracion për veten tënde, për shëndetin tënd. Edhe është gjëja më e vogël që mund të bëjmë, është një kulturë e cila duhet të implementohet, duhet futet brenda nesh, ashtu siç e ka dhe gjithë bota, që të kujdesemi për veten, ashtu siç shëndeti kujdeset për ne, ashtu siç trupi kujdeset për ne, të kujdesemi edhe ne për të. Kështu që është minimumi që duhet bërë. Edhe është një zgjidhje shumë e mirë sepse e para hap dyert shumë kollaj, e dyta nuk vetëm ku të marrësh borxh, ku të cikletosesh, ku të trokasesh në rast smundjesh të vështira ose operacione të vështira. Nga përvoja ime që kam parë sallat e operacioneve shumë herë për shkak të gjërave që kam pas në jetë, edhe më ka shpëtuar jashtë mase shumë, ndër vite, jashtë mase shumë. Dhe mesazhi yt final? Mesazhi im final, qofse doni të rrini të qetë, të grotë, është si ajo palltoja, bërthejni gjithë kopsat dhe eci para çdo stuhie, para çdo rrebeshi të qetë. Po i lat kopsat zbuluar, mos prisni pastaj që po i lat pas bërthyer, mos prisni që çdo gjë të shkojë mbar. Kështu që është e rëndësishme të mendojmë për të ardhmen, po aq shumë sa që vrasim trurin, për të menduar që ta kemi të bukur të ardhmen, ta mendojmë edhe se si ta bëjmë të bukur të ardhmen. Flor, shumë faleminderit për gjithë këto informacione të vlefshme. Faleminderit juve.